Orikumi kërkon rikthimin e statusit të bashkisë. Banorët e Orikumit, Trajgjasit, Dukatit dhe Radhimës dolën në protest kundër ndarjes administrativo-territoriale të vitit 2014, duke kërkuar njësi vendore të pavarur me administratë dhe buxhet të veçantë. Protesta u zhvillua përpara njësisë administrative Orikum, ku banorët kundërshtuan mënyrën aktuale të organizimit dhe kërkuan që zona të mos jetë më në varësi të Bashkisë së Vlorës. Krahas banorëve të zonës, në protest morën pjesë edhe nënkryetari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqiptare Nikola Kedhi, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Aurel Bylukbashi, kryetari e Partisë Demokratike të Vlorës Nada Beçorapaj, kryetari i grupit të këshilltarëve demokrat në Këshillin Bashkiak të Vlorës Atyrt Hoxha, si dhe përfaqësues dhe eksponentë të tjerë politik të Partisë Demokratike. Por organizatorët dhe banorët, kërkesa për rikthimin e bashkisë nuk lidhet vetëm me administrimin vendor, por edhe me identitetin, historinë dhe zhvillimin e zonës. Presidenti i nderit i shoqatës kulturore adetare Labria, Agonezha, e cilësoi protestën si një moment të rëndësishëm për komunitetin. Ajo që ndodhi para disa vjetësh, duke prishur bashkinë e Orikumit, isha sigurisht që u dhu një gur i keq në themelin e këtij komuniteti. Dhe ajo që rezultoi ishte sepse reagimi, qofti komunitetit, qofti përfaqësuesit pushtetit, qofti përfaqësuesit parlamentit, deputetit, përfaqësuesit Dukatit, nuk pati ndonjë zë të fuqishëm. Ne atje nëpërmjet atij sensibilitetit, si thuash, të krajinës, ne shkuam në një takim tek Çuçi, duke vajtur një komision ose një grup, si thuash, përfaqësuesish, në iniciativën tonë ku ishte i ndjeri aktori i madh Biçehasko, Asana Lili, zoti Lavdosh dhe unë, dhe bëjmë një takim me Çuçin, cili i paraqitëm arsyet pse nuk duhet prishet komune duke, pse nuk duhet prishet bashkia, pse nuk duhet prishet sigurisht një institucion kaq i rëndësishëm për një komunitet që ka vlera të jashtëzakonshme në historinë e vendit tonë. Unë kam bërë një film, kush e ka parë, po mendoj se e keni në YouTube, që nuk e ka kush në Shqipëri as një fshat, Dukati një vend magjik. Dhe Dukati ka ato resurse të jashtëzakonshme. Kur themi një vend magjik, themi sepse unë kisha bërë një fshat magjik, por ma korrigjoi me shoqja, tha po ti thua ka çift fshatra që thot Pukvili, jo plakatora, dhe ka 3 qytete nga Orikumi, Kalali dhe Erihoj, ose Erikoj siç e quajnë Qeren Bej Vlora. Në veprën e dytë, pra është një komunitet me një histori të jashtëzakonshme. Edhe po të nisesh në historinë e këtij komuniteti, të kësaj krajine të lavdishme që fillon nga Karaburuli, shkon Trajgjasë, zbret në Radhin, që është një krajinë me një histori të jashtëzakonshme, po ta shikosh dhe ta studiosh, që nga lashtësia që tha edhe zoti Lavdosh, që nga para Krishtit që u krijua sigurisht qyteti i Orikumit. Edhe deri më sot ka lënë gjurmë në histori. Mjafton të kujtojmë në betejën që bëri Dukati me grekët që erdhën llogora, është e jashtëzakonshme. Që një fshat ose një komunitet, një krajinë të kthej grekun, saqë e detyruan i Venizelosin të nxjerrë atë sentencën e famshme uluritse që le të ketë një çik Shqipëri, po mos ketë Labëri. Mes protestuesve ishte edhe këshilltari i opozitës në Këshillin Bashkiak të Vlorës, njëkohësisht banori i Orikumit, Arsen Belaj. Ai tha se kjo çështje duhet të kapërcej ndarjet politike, duke shprehur keqardhjen që në protest nuk ishin edhe 2 këshilltarët socialistë të Këshillit Bashkiak të Vlorës. Unë besoj se gjithë e dini që jam antar i Këshillit Bashkiak, përfaqësuesi një force politike të djathtë në Bashkinë e Vlorës. Dhe do doja që këtu krah meje të ishin edhe 2 përfaqësuesit e Partisë Socialiste, miqtë e mi dhe kolegët e mi, Valter Hasani dhe Gzim Çapo, sepse ky takim nuk është takim elektoral. Kjo është një mbledhje, një takim, një bashkëbisedim përtej të majtës dhe të djathtas, që ne të shprehemi qartë, të lëmë një anë ato ndasitë politike, të shprehemi qartë, të bëjmë pyetje thjesht vetes, jemi apo nuk jemi të gjithë bashkë për një qëllim që të rikthehet bashkia Orikum. Sepse nuk duhet të pyesim kush e pati fajin që iku, sepse dim shumë që pjesë fajt kemi ka ne Partia Demokratike që nuk mori pjesë në atë reformë, edhe socialistët edhe ata që qeveristin që nuk e mbrojtën atë kaos. Unë dua të them 2 fjalë. Duke qenë se jam përfaqësues i Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak, ka aq shumë probleme Bashkia e Vlorës që nuk edhe sikur të duash ta kthesh kokën në Orikumi apo nga njësitë administrative nuk e kthen dot. Nuk e kthen dot se janë probleme shumë të mëdha. Orikumi është një bashki aq e madhe dhe me aq resurse dhe me aq të ardhura, saqë vetëm një shifër dua t'ju them që si vjet në buxhetin e 2026 janë afërsisht 10 milionë euro që kanë dalë nga kjo njësi administrative. Dhe nuk përkthehen në investime se nuk ka, se ka shumë probleme
probleme. Dhe këto investimi këtu që shikoni, që është bërë këtu bulevardi, është bërë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, nuk është bërë nga tarot e buxhetit të bashkisë. Ndaj u bëj thirrje të majtë, të djathtë, pa parti, shoqëri civile, të vinë këtu po të vinë një përfaqësues i Krajinës, gjitha fshatrat të flasi. Jo vetëm flasim ne këtu 3 veta që përfaqësojmë ajo e gjithë që jemi të djathtë. Nuk është takim elektoral, ky është takim. Duam të kthejmë Bashkia Orikumin, po apo jo, të majtë të djathtë pa parti, të mbledhemi të gjithë të bëjmë atë presionin që duhet bërë brenda normave dhe ligjeve, politik që inshallah e kthejmë, sepse në do nuk e kemi ne. Po ama që t'jemi këtu ne, dhe mos jetë këtu 2 përfaqësuesit, 2 anëtarë të Këshillit Bashkiak, miqtë e mi, kolegët e mi, t'jenë këtu të flasin dhe ata, sepse është e mire të tërve, nuk është e mire jonë. Edhe kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Vlorës, Atir Hoxha, u shpreh kundër reformës administrative territoriale. Sipas tij, kjo reformë nuk i ka shërbyer komuniteteve dhe duhet rishikuar. Duke larguar shërbimet, automatikisht njerëzit largohen nga qendrat e banuara. Dhe për këtë ne kemi një shpopullim që të gjithë parafolësit e përmendëm, që është një plagë e madhe për shoqërinë shqiptare, por sidomos për të zonë e cila është një zonë e pasur me histori, një zonë e pasur me ekonomi. Sot Bashkisë Vlorë, miqtë e mi, ju, banorët e kësaj krajine, i jepni më shumë se sa 10 milionë euro. Dhe Bashkia Vlorë nuk ka bërë asnjë investim në këtë zonë. Ky është një element. Elementi tjetër është taksat. U acaktojmë ne atje në Këshillin Bashkiak, ku ndërkohë ju mund kishit Këshillin Bashkiak tuaj këtu, kryetarin e bashkisë, drejtorit këtu, dhe mund t'i caktoni t'ju taksat për tabelat, për njësitë që shërbejnë për SPL-t, për plazhet e të tjera si këto. Por jo, u acaktojmë ne atje. Në të njëjtën kohë keni një njësim të taksave. Ashtu siç paguajnë ata në qendër të Vlorës, te rreth rrotullimi në Skel apo në Lungomare, paguajnë edhe ata në Dukat fshat, në Trajgjas dhe Radhip, të cilët paguajnë edhe për gjelbërimin, edhe për ndriçimin, edhe për kanalizimin, e të tjera si këto, dhe nuk marrin asnjë nga këto shërbime, nuk e kanë marrë në këto 11 vite. Jam i bindur që sa të jetë në fuqi kjo reformë, nuk kanë për ta marrë. Miqtë e mi, ju keni dhe keni treguar ndër vite, ashtu siç edhe miqtë parafolës e përmendën, keni treguar karakter. Kjo zonjë ka burra dhe gra, të cilët kanë treguar karakter ndër vite. Është momenti që sot ne të qëndrojmë të unifikuar. T'i ftojmë dhe ata miqtë e Partisë Socialiste apo të partive të majta të cilët nuk janë sot këtu prezent, për t'ju thënë që kjo nuk është një reformë për partitë politike. Pastaj e vendosni ju se kë do votoni si kryetar bashkie, do votoni një të djathtë apo një të majtë. Se kë do votoni majorancë të Këshillat Bashkiak, do votoni të majtën apo të djathtën. Po të kthehet mirë kjo bashkia këtu, që ju mos bëni 30 kilometra për të ardhur në qytetin e Vlorës për të kërkuar një nga administrata e bashkisë që nuk e gjeni asnjëherë dhe nuk keni për ta gjetur ndonjëherë. Miqtë e mi, unë mendoj që referendumet është një element të cilin ne duhet t'i mshojmë fort dhe janë ata të cilët duhet me do e mos që ky komunitet dhe shumë komunitete tjera që kanë problematika me këtë reformë duhet t'i mshojmë fort. Ne do t'ju mbështesim, jo vetëm si përfaqësues të partive politike, por Partia Demokratike ka mbajtur qëndrimin. Edhe pse ashtu siç tha Arseni, vitin 2014 kemi bërë një gabim fatal që nuk u bën pjesë e reformës administrativo-territoriale dhe i lan fushë të lirë Partisë Socialiste, e cila edhe sot, edhe pse ne jemi bërë pjesë e Komisionit të Përbashkët për reformën administrativo-territoriale, po lëviz njanshmërisht për t'i zvogluar edhe më tej këto bashki. Por jam i bindur që në atë 60 ditëshin që Rama lasi afat konsultimi, në fund do bëj si i mirë për të lënë prap 61 dhe prap Bashkia Orikub nuk do të kthehet. Prandaj ne duhet të insistojmë, unë e përgëzoj gjithë organizatorët dhe i inkurajoj. Sa herë keni të njëjtat protesta për qëllime të cilat i shërbejnë komunitetit dhe do ta keni në krah dhe në gatishmëri. Ju falemnderit edhe një. Reforma administrativo-territoriale e vitit 2014 e përfshiu Orikumin në Bashkinë e Vlorës, duke kthyer në njësi administrative. Por për banorët e zonës kjo ndarje duhet të ndryshojë. Protestuesit kërkojnë rikthimin e Orikumit në njësitë të pavarur vendore, me administratë dhe buxhetin e vet, duke konsideruar këtë si një çështje që lidhet drejt për drejt me zhvillimin dhe përfaqësimin e komunitetit. Protesta e SE-s në pasdite e bashkon Orikumin me zonat e tjera në vend që kanë shprehur kundërshtimet ndaj ndarjes së administrativo-territoriale të propozuar nga majoranca. Banorët paralajmërojnë se kjo kërkesë do të vijojë të artikulohet edhe në vijim me synimin për rikthimin e statusit të Bashkisë së Orikumit.